Imagjino ti jesh në një dhomë me syt mbyllur dhe mamaja jote futet fshehurazi në dhomë. A do ta ndjeje prezencën e saj? Stenaldo është i verbër dhe megjithatë ai tha, jam 1,000,000% i sigurt se mamaja ime është këtu. Nuk e pa, thjesht e njohu. Ne që shohim jemi krejt ndryshe nga Stenaldo. Ne kemi nevojë të shohim gjithçka, edhe pse kemi sy, kërkojmë prova për gjithçka. A ke ndonjë foto të asaj, a ke ndonjë video që ta shoh me sy, dëshmi të dukshme. Imagjino pastaj të flasim për Zotin që as nuk e shohim. Por këtu lind paradoksi, gjërat më themelore të jetës nuk i shohim me sy. Oksigjenin nuk e shohim, dashurinë nuk e shohim, shpresën nuk e shohim. E megjithatë, pa to nuk mund të jetojmë dot. Bibla e përshkruan këtë mënyrë njohje kështu. Tek letra Hebrejve thuhet se besimi është bindje për gjërat që nuk shihen, jo si mungesë mendimit, por si një shqis tjetër, një aftësi për të njohur, jo vetëm për të parë. Pyetje për ty. Nëse Stenaldo pa parë arrin të njohë dashurinë që ka dhënë, pse ne që shohim kaq shumë e kemi kaq vështirë të dallojmë atë që na do me të vërtetë? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.